Mirëmbrëma Xhiro me Syçin. Sonte do të flasim për situatën politike të opozitës, ose thënë sakt PD-s, sepse realisht PD-ja është opozit dhe partiçkat e tjera, içkat e qiçkat e tjera, nuk janë parti, po janë si ato si ermi që i ngjitet rrushit edhe nuk i ndahet sa për të marrë postin e një kryetari që i kanë, që të futen me mandatën e deputetit, edhe për Allish Verishët që kanë bërë dhe mundohen t'i mbrojnë sot. Pra, kur partia demokratike quhet partia majoritare në opozit, dhe është një parti që po vjen duke u bjerë, duke u rrudh, tregon se sa e rëndë është gjendja jo vetëm e opozitës, por e politikës shqiptare. Në Partinë Demokratike, me gjithë këtë gjendje të rëndë, akoma vazhdojnë ajo qeta, ose ajo qeta haxhikjamiliste, themon, vazhdojnë me këmbgulje që të mbajnë gjallë kufomën politike të kryetarit tyre. Dhe e bukura është sepse kur gjithë e dinë që kjo kufon politike ka mbaruar, ato vazhdojnë të mendojnë se do të vinë pushtet apo do të rigjenerojnë këtë parti nëpërmjet këtij kryetari dhe nëpërmjet këtyre mercenarëve apo njerëzve të paaft kompleksum që nuk janë në gjendje të dalin nga aty ku janë, sepse nuk kanë as aftësi, as vitalitet, as backbone, shtyllë kurrizore, s'kan as i gjë. Pra, ato nëpërmjet kësaj kufome janë ato shkopit e fundit që e majnë këtë në këmbë. Por nuk po na intereson për këtë dhe për kryetarin e kësaj opozite. Po na intereson çdo të ndodhi me politikën Shqipëri, se kur nuk ka një opozit, atëherë dhe pushteti bëhet i pakontrollueshëm. Për këtë sonte do të flasim me një nga të paktat që janë rebeluar në Partinë Demokratike, flas nga ajo kryesia e partisë, e cila në primare pa të fitu në primaret e Partisë Demokratike, ku Berisha predikoi se do të shkojë me primare me sistemin amerikan, kur ai ka njëla akoma ke Haxhikjamili që thonte punë e modhe që na bëjë Inglizë me Francën neve, me Gjermanin, ne kemi Rogozhinën, Peqinin, Kavajen. Kështu që në këto pak njerëz, një nga këta që fitoi në primaret e Berishës, dhe ky nuk respektoi primaret, po ato që fituan primaret i nxorri në listat e hapura, është Alessia Balliu. Dhe kjo që në momentin e parë, me parimin, me principet e saj që unë fitova dhe tim më hoqe nga listat e mbyllura, atëherë unë do të kthehem dhe do të vazhdoj luftën me ju. Dhe ka qenë shumë e fortë dhe shumë e vrashtë. Alessia Balliu, mirë se ke ardhur. Faleminderit për ftesën. Ç'po ndodh me Partinë Demokratike? Ju jeni që fëmijë me sa dion pjesëtarë e asaj partie. Po, jemi rritur me frymën demokratike, e cila fatkeqësisht vetëm demokratike nuk është. Dhe nuk ka qenë në marksiste, leniniste, kur thua nuk është, nuk ka qenë. Nuk ka qenë dhe nuk është, pa diskutim. Dhe është kthyer në marksiste leniniste, për sa kohë është hera e parë që do garoj i vetëm ngar Sali Berisha me një frikë absolute ndaj çdo zëri ndryshe, ndaj çdo kundërshtari i cili ka vokacion politik, por mbi të gjitha mund të ngjalli shpresë të demokratët që kjo parti mund të bëhet, sepse faktikisht gjëja më e keqe është që PD-ja sot nuk është as tek fillimi i fundit, po është e mbarimi i fundit. As te fillimi i fundit, por te mbarimi i fundit. Megjithatë, ka zëra, thotë ju. Përveç Salianit dhe jush, nuk di në i zë tjetër që tjetë artikulu me këtë forcë. Ndoshta ka zëra brenda për brenda, por
Nuk ka, sepse... Por flasim për zëra pa diskutim që ju keni të drejtë që më veçoni mua dhe zotin Saliani, pjesa tjetër pastaj janë gjithë ato individ që na ndjekin në mënyrë virtuale, individët që na ndjekin në terren, individët cilët ju e keni parë dhe sallat që zoti Saliani ka pas full dhe ato demokrat janë, por ato nuk kanë një zë kaq fort sa ç'mund ta kemë unë dhe zoti Saliani. Pyetja juaj mund të ishte zëra publik brenda kupolës Partisë Demokratike. Edhe brenda zëra kundër ka. Brenda Këshillit Kombëtar. Për shembull po ju përmend një Tomora Lizoti. Se ai deklamon gjatë gjithë ditës që është i djathtë dhe është stres e përsekutuar. Dhe është që ka luftu komunizmin. Kur ai nuk është në gjendje të hapi gojën në këtë gjendje që është kjo parti. Unë di që ai është shprehur në lidhje me përjashtimin tim dhe të zotit Saliani, publik edhe ka thënë që jam kundra përjashtimeve në një intervistë që unë e kam ndjekur. Shumë e thatë kjo, kundër përjashtime. Jo, ka thënë unë jam kundër çdo përjashtimi në Partinë Demokratike dhe që një forcë e djathtë nuk mund të jetë përjashtuese, ndaj kujdo që mendon ndryshe. Këtë deklaratë kam dëgjuar vetë personalisht dhe di që ka reaguar mbas përjashtimeve tona, por që e la të qartë që kupola drejtuese është ajo që merr vendimet, që është kryesia dhe pa diskutim stafi më i afërt që shoqëron sot Sali Berishën në impotencën më të madhe të tij politike, mund ta thojë. Dhe të partisë. Dhe të partisë, patjetër. Për sa kohë ka numrin 2 të partisë një individ, Ana Dollak, madje unë këtë të fundi do ta krahasoja me zëvendësin e Sadamit, ndryshe ai quhej Al Komiku ose Bobi Bagdatit. Kur forcat amerikane vinin me tank, ky dilte jepte konferenca për shtyp dhe thoshte për një fitore imagjinare të Irakut ndaj Amerikës. Megjithatë ai përballej me Amerikën kurse Ky nuk është kaq i fortë. Ai ndryshe do ta quaja Bubi Saliut, se s'ma leta Bubi Saliut. Po se s'ma leta përfundoja. Bubi Saliut s'ka më shumë. Nuk ma leta përfundoja dhe ma leta. Pyetje. Megjithatë, demokracia, ne si jemi kërkuar me demokracinë, demokracia është numra. Dhe Saliu e ka numrat më të mëdha. Gabohesh. Atëherë pse nuk... Ti gabohesh. Po jo, dëgjoj. E di pse gabohesh? Një njeri që ka numrat, do fuste edhe 10 veta nga dhe do fitonte. Sepse kur masa flet, kur demokratët flasin, kur vota flet, tjerët heshtin. Ku do kishte denigrim më të madh ndaj zërave kundra se sa ti votoshe? Kush mund ta konkurrojë sot Sali Berishën? Ne më që kemi hedhë kandidaturën, asnjë tjetër. Të tjerët janë paterica. Të tjerët janë paterica. Ne jemi kundërshtarët real. Ju pëlqen juve, mediave, PD-s. Mu s'kam problem fare. Nuk është konteksti tek ty personalisht. Ju i drejtohem gjitha mediave. Ju më se kam më fare këtë, por a mendon ti nesër? Do nuk e kuptoj këtë se unë e di që Saliu e ka numrat, se ka kontingentin e vet ai që i ka ushqyer për 15 vjet politike për 30 vjet. Se Saliu është më i pasur kur ka qenë në opozitë se sa kur ka qenë pozitë. Dakor, por ka të diçka që Saliu të gjithë Saliu të gjithë individëve që i premtoi në kuvendin dhe me rikthimin e tij në krye të PD-s nuk ka mbajtur asnjë nga premtimet e veta. S'ka mbajtur ndonjëherë premtim Saliu në jetë. Dhe Saliu sot është më i dobët se kur. Saliu është gënjeshtar patologjik, po tash e kanë kuptuar njerëzit. Prandaj ka frikë nga gara dhe pa diskutim që nuk i ka shifrat. Se një person që ka shifrat hyn në garë dhe pa diskutime tregon me votë që i ka shifrat. Ka qenë Berisha në intervistat e tij që thoshte nuk ka parti më moniste se ajo që ka vetëm një kandidat. Çfarë shtyn sot Sali Berishën big kontradikt me deklaratat e veta dhe sot ai del me plot zë dhe artikulohet sot janë zgjedhjet më demokratike me një kandidat. Lënë më nuk diskutojmë më Berishën. Berisha është kufon politike. Se kështu fizike në rregull, i shtyrë dhe një 15 vjet. A 20 vjetë sa mund të shtyrim. Problemi është kufon politike. Unë nuk po diskutoj më Berishën. Po të them tjetën që të dalë pas e mos harroj nokën. Nesër e merrni ju këtë parti. Çfarë do të bëni me këtë parti?
Demokratizimin e çdo strukture në Partinë Demokratike, që është pika parë dhe është më kryesorja, sepse pa demokratizimin e strukturave në Partinë Demokratike nuk mund të kemi garë, nuk mund të kemi shpresë dhe nuk mund të kemi një risi. Duhet ta demokratizojmë, dhe kur them demokratizimin e strukturave, e kam fjalën tek gjithë ato kontingjent cilët sot nuk i shërbejnë Partisë Demokratike, demokracisë apo të mirës vendit. Dhe duke demokratizuar strukturat, neve mund vi me një ekip të ri, me një ekip intelektualësh, me 30% rinj dhe me njerëz cilët kanë vizionin dhe të jenë fituesit ata që t'i prinë betejave, sepse sot Partinë Demokratike po premiohen humbësit. Kush humb zgjidhet, kush fiton përjashtohet. Dhe kjo duhet jetë pa diskutim ajo çka i duhet PD-s. Gara dhe fituesit janë ata që do i prinë betejës. Pa diskutim që kjo nuk bëhet vetëm, kjo bëhet me frymë, bëhet me demokratët, bëhet me njerëzit, bëhet me ato individ që besojnë te ideali, sepse financa është e rëndësishme dhe unë jam dakord me ty, ne nuk i kemi financat e Sali Berishës, po ama neve kemi atë çka Sali Berishës sot i mungon, vullneti dhe dëshira për të fituar. Për të poshtur Ramën, sepse sot Sali Berisha nuk po kërkon të poshti Ramën. Atë tash ajo është. Tani unë këtë betejë politike. Pse doni ti merrni partinë? Pse doni ti merrni partinë? Pse unë për shembull po ti jam unë personalisht, me ma fal nesër atë partinë nuk e marr. Me ma fal, më thon Berisha, hajde merr Çelës ato nuk e marr. Ajo parti është një biznes i falimentum. Dhe është më vështirë të ngresh një biznes të falimentum në një zonë falimentume do nga çdo gjë, dhe është më e lehtë ndërtosh një biznes të ri. Ju të rit, pse nuk ndërtoni një parti të juajën dhe ta shifni veten se sa fuqi keni? Me atë parti nuk rigjenerohet më ajo, një e para. E dyta, unë mendoj që Berisha do ta marri me veten varrat parti, nuk e lëshon. Pra, i gjithë këtë cikël është një humbje kohe, mendoj. Është një humbje kohe dhe për ju, se ju de facto ju kanë përjashtu. Për çfarë luftoni është një nonsens në kuptimin keni të drejtë plotësisht, në kuptimin e parimeve të demokracisë. Po në praktik, do të ulesh praktik. Pra ju nuk hyni do të në atë garë. Dhe ju do të jeni tash të pa organizuar edhe kur të vinë zgjedhjet. Pra, a do të ishte më mirë që ju të rit që jeni, se unë akoma nuk besoj që në Shqipëri ka të majtë të djathtë, se kanë as kulturën, as formimin, as e kemi historinë e majtës e djathtës. Por unë mendoj që është më mirë një grupim të rish që kanë një afërsi në ide, në filozofi politike, në botkuptimin politik, të afrohen me njëri tjetër dhe të krijojnë, të fillojnë një çarë. Kjo punë nuk bëhet sot për nesër, Alesja, ta dini gjithë ju. Edhe po ta jap ty Partinë Demokratike apo Sjaljanjit sot, nuk bëhet kjo punë sot për nesër. A do frymë. Do frymë demokratike. Do kohë. Nuk ka rëndësi koha, sepse unë do të ta lidh me zgjedhjet në Hungari ai për 13 vjet. Po. Punoj 13 vjet, kurse ne nuk durem në një palë zgjedhje ti e pe, dolën këto të rit. Shabani pret me Sharr, doli ky dreqi tjetër si e ka Adriatik Lapaj, doli ky boni dhe një rezistencë, nuk i afrun as 5 vetë në eti aty. Sepse këto kanë modelin e vjetër. Ku bën këto? Lapaj, desh merte mandatin, u zunë për mandatin, u diskretun me Shabanin, Shabani mori avokatin e popullit, dhe tashti është me sekretare, me dreqe, me kutadion, e mori me firmat e shokut Sali që dikur i tregonte Shalqinin, po ta mbash mend në ato video. Po tash, domethënë këto është një karagjollnik i tërë, prandaj edhe njerëzit janë zgënjy. Unë jam dakord me ty, ju pse nuk ndërtoni? Partinë Demokratike nuk e merr dot. Sot nuk e merr dot. Tani Demali, unë kam bërë një betejë në Partinë Demokratike dhe këtë betejë deri në datën 23 do ta vazhdojmë. Mbas datës 23 që janë dhe zgjedhjet, që janë një fars faktikisht, unë do t'i denoncoj absolutisht. Do i drejtojmë kancelarive perëndimore në lidhje me situatën aktuale ku është Partia Demokratike dhe opozita dhe pastaj pa diskutim që do shoh çfarë do bëj në hapat e Mitradës dhe besoj do jemi në një intervistë tjetër aty. Sot nuk është momenti për të folur për këtë pjesë. Sot është momenti për të folur për atë çka
Unë po denoncoj për atë çka unë po luftoj dhe për të drejtën dhe të vërtetën. Je plotësisht saktë në denoncimet që bëti dhe në luftën që ke bëti je plotësisht e saktë dhe ke plotësisht të drejtë. Unë më them që edhe Saljani po ashtu ka të drejtë. Unë absolutisht që se nuk do Saljani u përdor më keq se të gjithë. Unë nuk do dorëzohem, pa diskutim Saljanin e vlerësoj dhe pa diskutim që nëse krijohet një frymë e re për një frymë të re të djathtë, pa diskutim që me zotin Saljani do ta supportoj, sepse unë kam idealet e mia dhe mbështes ngjashmit e mi, njerëzit që guxojnë, njerëzit që sfidojnë, njerëz që duan ngarën, njerëz që duan të hyjnë betejë, sepse unë dua të hyjnë betejë, dua të provohem me vot nga populli, nga qytetarët, jo nga konjunkturat dhe intrigat e partisë. Jam dakord. Kështu që pa diskutim që nëse do jetë momenti, pa diskutim që do shpalos programin tim dhe pa diskutim që do votohem. Sepse një person i cili nuk është i votuar nuk ka pse drim politik. Politika është vot, është frymë. Janë ideale, janë njerëz që ty të ndjekin. Jo individ që ty të binde nga detyrimi sepse ti po i bën një ofish dhe rrin me ty fal ofishit që kanë. Unë jam kundër këtij modeli, sepse unë mendoj që me punë, me kontribut dhe pa diskutim, me një alternativë të re, në moment që ty qytetarët popullit beson, nuk ka gjë që e ndal. As logoja e një partie, dhe aq më tepër disa individ cilët janë të damkosur me damk të zest korrupsionit, siç është rasti i liderit opozitës aktualisht. Tashi këto jam plotësisht dakord dhe dihet domosdoshmë është një absurd që ai është i damkos nga Shtetet e Bashkuara, nga Britania e Madhe, brenda ka probleme me spakun dhe ai garon dhe pretendon që të vinë moshën 85 vjeçare kryeministri i Shqipërisë. Unë nuk besoj të rikthimet e treta. Kjo është komplet një absurd. Kupton, e dimte, po problemi është që pse duhet ky absurd të tërheqi me vete energjitë pozitive që mund të kenë disa njerëz. Këtu gabohesh sepse ka një gjë, drejt këtij procesi ne besuam. Edhe u zhgënjyem. Një sekondë dhe reaguam. Tani ishte problemi tjetër, që neve 10.000 anëtarë, 5.000 delegatë votuam një statut. Për mos të statutit që nuk u respektua, ne kërkuam ngarën, sepse ajo shumica e njerëzve që ti thua e votojnë këtë zotrin, e kam pas votuar, jam dakord me ty unë, po sot nuk e votojnë më. Dhe ai e di këtë gjë. Prandaj ai bllokon ngarën, fraksionin dhe mendimin ndryshe. Dhe ne nuk është se duam të heqim atë që ta marrim ne duam votohemi nga demokratët. Dhe nëse ky e kishte këtë shumicë absolute sipas jush gjithmonë, ai do fuste 10. Përjashtimin e të avëve, përjashtimin e qytetarisë, përjashtimin e njerëzve me kurajo. Ky e ka bërë që ditën e parë që ka ardhur Partinë Demokratike, e ka bërë dhe si sekretar partie. Ky është Sali Berisha. Dhe tragedia nuk është ke Sali Berisha, tragedia është ke ne si popull që majmë akoma Sali Berishën. Nuk është ke Sali Berisha tragedia. Ai me vetën i ka të gjitha gjonat në rregull. Ai s'ka si të jetë më në rregull. Pasuri ka pa fund. Patjetër. Po. 35 vjen politiki, pa të numë ati po i vjen avash po i vjen koha e mbarimit të jetës fizike, se të gjithë do marrojmë një ditë. Mund të rrodhe 15 njërën tjetërën, por politikisht ai si që thash ka mbaru, kështu që përse, unë këte them dhe për median, përse ky njeri duhet tërheqë energjitë pozitive që mund të ketë ky vend duke u marrë me këtë njeri. Dhe duke u marrë me Flamurnokën, me që jemi ke Flamurnoka. Ju i keni bën një sfidë Flamurnokës që ja ke zhburru, se i ke thonë të zhburrojmë midis Tiranës. I kam thënë një të vërtet që duhet ta dëgjonte. Se ta zhburrosh njeri është shumë çfarë do t'i bësh që do ta zhburrosh. Mjafton ai të thotë një gënjeshtër për mua dhe unë t'i them 3 të vërteta. Dhe kështu e zhburroj. Një gënjeshtër ai për Alesia Balliu, 3 të vërteta Alesia Balliu për atë. Po mendon se ka turpa nga të vërteta që i thuti? Saj nuk është nga ato njerëz që skuqet apo zverdhet. 3 të vërtetat e mia ta garantoj që interesojnë shumë publikut, nuk ka rëndësi flamurit vet. Kështu që në këtë kontekst një gënjeshtër flamuri, 3 të vërteta Alesia Balliu. Mas asaj që i thatë do të zhburrojnë mes Tiranës, është kthyer më? Jo, më përkundrazi, ai nuk ka bërë më asnjë lloj reagimi, sepse ka diçka e vret inkonsienti, e di që do ta dërmosh. Ai, unë ta thash,
se s'dua ta përsëris. Një gënjeshtër prapë për Alessia Balliu, tret vërtet Alessia Balliu për atë, sfida është publike. E them dhe këtu te ju. Kështu që 1-3 ka vetë në dorë të kontekst. Dakor. Unë nuk jam nga ato që trëmbem, intimidohem apo mund të friksohem me shantazhe dhe montazhe të flamurnokës. Aq më tepër të më vëj etiketime sipas Oreksit, sepse e cilësoj Saliani Çupëlina, sepse ti flamur Çupëlina, kjo është e vërteta. Pra, unë mendoj që për ta mbyll me Partinë Demokratike mas kongresit, ju domethënë nuk do të merreni më me këtë parti. Mas kongresit, mas zgjedhjeve. Deri në datën 23 do marr hapat e mi që të denoncoj gjithë procesin në cilën unë kërkova të isha pjesë e garës, të isha pjesë e betejës me votë, jo me shpifje, me argument, jo me linçim si ato, se kjo isha modeli ndryshe, e pastër, e pa korruptuar si ato. Dhe në këtë kontekst, do njoftoj Kancelarisë Perëndimore, do bëj të gjitha gjërat që duhet për ta quajtur fars të procesi siç është, dhe pastaj mbas datës 23 do flasim sërish. Patjetër. Megjithatë, edhe Saliani ka një handicap, ka një si themin, një sakatlik, si mund të... Kalojmë në reklame dhe kthehemi. Në zemër të Korçës, një diamant i rradh shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë. Qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalonte Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. Po, e lam kësë Saliani. Megjithatë, Saliani ka një handicap, si themin, një invaliditet për sa i përket kandidimit ti, qoftë edhe për deputet. Sa e pengon kjo Saliani në luftën e tij? Sepse mbas ligjit që është, ai nuk mund të kandidojë në zgjedhjet e ardhshme. Je i saktë, mbas ligjit ai nuk mund të ngarojë në zgjedhjet e ardhshme, por kjo nuk e pengon të jetë kryetari i një partie. Kjo nuk e pengon që ai të jetë pjesë e politikës aktive, sepse Saliani nuk ka bërë burg as për vjedhje as për korrupsion, ka bërë burg sepse ka denoncuar. Është i vetmi politikan që ka bërë burg për që ti qëndrojmë akuzë pra ne, nuk është se ka denoncuar. Unë do të shndroj atyre që kam deklaruar vetë, ti shndroj deklaratave tua. Jo, më them zyrtarisht, për këtë pengohet. Për mua Saliani ka bërë burg për Partinë Demokratike. Po. Jam shumë dakord me këtë. Qëndrojmë tek kjo. Tek pjesa e dytë, unë nuk thash, mendoj. U përdor dhe unë e kuptoj atë ti se u përdor nga Partia Demokratike dhe këto ignoron. Unë nuk mendoj, po patjetër sepse ato e çuan në burg si ero dhe kur doli nga burgu nuk doli njëri ta priste tek dera partisë. Kjo është partia e quajtur demokratike. Sepse këto ishin dhe ato që insistonin ta ngujonin Salianin si frikacak brenda Selisë dhe mos ikte tu dorëzonte në polici, po ishte Saliani ai që nuk pranoi, se tani ca të vërtetat i themi. Kur e çuan burg e çuan ero, kur doli nga burgu nuk e priti njëri. Kur doli nga burgu tha ka ndet me të burgosurit, se me këtë do rrinte Saliani në burg, të vetëm Berisha jep si përgjigje, se në burg me të burgosurit do rish, me këtë do rish. Më kupton? Në kontekst se këtu kemi të bëjmë me një individ i cili e ka lënë dhe fushia mendore, mendoj unë, po të fundit. Ndoshta ju kështu e njihni vonë se jeni të ri, po kështu ka qenë Berisha. Ndoshta mund ta njohim më vonë, sa njohim më vonë. Merë ktheu një fjalë të Gramos Pashkës në vitin 91. Çai ka thënë Gramos Pashka në 91-shin, sot i kanë dalë gjitha. Të qëndrojmë tek pjesa që nuk pengohet jetë kryetari një partie. Ai mund pengohet pa diskutim të jetë deputet, por kjo nuk e bën atë mos krijojë një frymë të re, mos luftoj për PD-n apo të jetë
alternativë për nesër, nuk e shoh pengesë. Nëse unë ta thash dhe po e përsëris, mu më duket humbje kohë të merreni më me këtë parti, sepse ai ja u gallëzoi skenarin. Berisha do të emërohet kryetar, do të vazhdojnë ashtu duke u tërhek rrëshqon deri në zgjedhjet e ardhshme, do të marrin çfarë do të marrin zgjedhjet e ardhshme, i merr ai 30 deputet, paktën më e keqja, aq i duhen atij, rri prap kryetar opozite, nuk e ngacmojnë se s'duhet ngacmu kryetari opozitës, ky është i gjithë qëllimi i Berishës. Edhe Shkëlzeni vazhdon bizneset e veta, edhe Syri.net vazhdon reklamat e veta, që i merr nga oligarkë që janë miqë me Ramën, në rregull janë ata. Në rregull nuk janë njerëz. Unë mendoj që do ketë reagim masiv popullor dhe kam një bindje time që në zgjedhjet lokale populli shqiptar do të japi përgjigje Sali Berishës. Ajo nuk diskutohet. Zgjedhjet lokale, unë po them, kot thonë që zgjedhjet vidhen, manipulohen, bëhen kështu të pastra, vi gjithë botët i kontrolloj, Partia Socialiste fiton dhe fiton me diferencë, ka fitu gjithmonë. Partia Demokratike ka fitu një herë vetëm në 92-shin, edhe atëherë me koalicione, dhe asnjëherë nuk ka fitu me makinacione, me aleanca, që s'kan qenë bashku e majta me djathën pushtet. Lere të shikë, se e dim këtë histori. Ti vetëm të them që unë do jem pjesë e politikës aktive, dhe pa dyshim, po ju do jeni, si kush do jetë. Këto nuk ma pengon dot, as Sali Berisha, as përjashtimi dhe absolutisht... Pjesë e politikës aktive duke qenë në tapetin e politikës. Tapeti i politikës është në parlament. Po patjetër. Dhe ai parlament sot faktikisht është vetëm parlament nuk është. Është për turp. Vetëm parlament nuk është. Sepse aty sot janë vetëm disa kukulla të kryetarëve. Jo vetëm kukulla, po edhe niveli është shumë vulgar dhe shumë ignorant. Tash ti them se gjona një. Po. Tu bim dakord. Problemi është që unë mendoj prap ngulkom që ajo që ju duhet të krijoni një frym të re, bëheni bashkë, po jo si fryma Shabanit, pret me sharr dhe lapajt që thot do të bëj grevuri dhe shkojshin bëjshin dëzhun 2 orë njëri, 2 orë tjetri, si ke komiteti partisë dikur si dëzhuni. Po Shabanin kurse nxirrte njëri ju e nxorët media. Po unë e nxora kurse sot. Ju e promovuat Ilir. Jo, unë e mora e promovova si djalë i ri, besova edhe unë gaboj. Ti e more, promovove dhe suport në një moment ku tjerët i mbyllën derën dhe kjo është gabimi juaj Ilir. Ja, edhe që hapët të dyert edhe u gabuat. Unë hapa për mirë se më duk djalë i studiu jashtë, pa i pas ka qenë tamam. Tu duk çun Oxfordit. Po, çun Oxfordi kurse ai kishte qenë çun kamze. Çun bathorje. Tashti e lesa të flasim për një problem tjetër. Drejtësia dhe korrupsioni. Që në Shqipëri ka korrupsion, kjo nuk diskutohet. Po pa diskutim se korrupsioni as nuk lindi, as nuk do marrë fund në Shqipëri, por në Shqipëri është masiv dhe një ndër kriteret kryesore dhe të Bashkimit Evropian gjithmonë për Shqipërinë po ta vështirë është lufta kundër korrupsionit. Dhe ne gjithmonë çalojmë te kjo pjesë sepse korrupsioni këtu është bërë standard jetese, korrupsioni këtu është bërë diçka me cilin bashkëjetojnë qytetarët, dhe kur them bashkëjetojnë qytetarët me korrupsionin është sepse është politika e cila është e korruptuar dhe është politika ajo e cila jep këtë shembull. Jep shembullin se si paguhesh në arsim, në shëndetësi, kudo që ti duhet të marrësh një shërbim duhet paguash. Që këtu fillon korrupsioni. Korrupsioni fillon në nivelet më të ulta deri te niveli më i lartë. Dhe pa diskutim, atëherë kemi të bëjmë me një sistem të korruptuar. Dhe që të luftojmë këtë sistemin e korruptuar, pa diskutim që shembulli merret nga politika. Duhet kemi politikan jo të korruptuar, politikan cilët duan të bëjnë shtet dhe jo të ruajnë pushtet. Sepse aktualisht ne kemi disa politikan që vetëm ruajnë pushtetin e tyre politik. Dhe korrupsioni është bërë pjesë e bashkëjetesës shqiptarëve, fatkeqësisht. Është një fenomen i cili ditë për ditë po dëmton qytetarët dhe po jep shembullin më të gabuar se si një person në Shqipëri duhet ja dalë. Sepse këtu për çdo gjë duhet të paguash, duhet korruptosh me paguaj. Atë unë them që korrupsioni është në gjithë botën. Po patjetër, ta thash, nuk lindi as nuk do mbarojnë në Shqipëri. Tash korrupsionin, ku është ndryshimi? Ajo që thatë ju.
Këtu është masiv. Pse? Tu duhet pagush kes doktorit. Te doktorit, te Tu duhet arsimi. pagush ke arsimi. Këtu duhet pagush që marrin diplomat që ti Duhet paguash për një vend pune. Për një vend, dakord. Edhe megjithatë edhe perceptimi është nuk është i sakt me atë që është realiteti. Nëse kjo mbetet për të gjykuar një herë tjetër. Tashti kur thua korrupsioni në perëndim në Amerikë është në nivele të larta dhe nuk është në nivele banale. Pra krijohen këto lobingjet, nëpërmjet lobingjeve bëhen ligje dhe atje. Bën dhe fushatë elektorale tjetër. Bën dhe fushatë elektorale. Po. Por ajo çka atje nuk është që ti në nivele të ulta, ke spitali, ke ambulanca, ke lagje, Për i vend pune. Për i vend pune këto ti nuk guxon ose policit nuk guxon ti Sepse qisësh këtu ke të bësh me sistemin e korruptuar, i cili merret si shembull nga politikanët. Këtu kur i thua dikujt është i korruptuar, këtu e merr për nder. Kur e thua dikujt që punon, jo më thotë se ky nuk bën se është budalla. Kjo është një mentalitet për shembull që është krijuar këtu prej politikës dhe prej gjithë skandaleve që kanë ndodhur deri më sot. Jo vetëm në qeverisjen e zotit Rama, po dhe më herët. Tash po pyes si politikan, po pyes si juriste. Si juriste. A mendon se duke goditur korrupsionin e piramidës lart 3, 4, 5, 10, 20 sa do ti, zgjidh problemin e korrupsionit? Apo duhet fillosh bazën për ta lart? Ti po, tani ka diçka ja ta shpjegoj. Ja ta shpjegoj një minutë, ta sqaroj një minutë. Se duke godit majën, ti godet majën e icebergut, pjesa tjetër e icebergut që i fundosen anijet është gjithë poshtë. Pra ti duhet fillosh nga poshtë për të ardhur lart. Pra është në gjithë botën ka qenë një proces dhe një proces i gjatë. Kurse këtu si juriste po ju pyes, këtu po veprohet me aksion. Dhe çdo gjë me aksion dhe ne këtë e kemi në historinë tonë politike, çdo gjë e bëjmë aksion, fushatën me aksion, politikën me aksion, këtë me aksion, nuk jep rezultat, sepse nuk ka themel. Atëre, fundi pa diskutim i korrupsionit. Sepse më fal, edhe bota vetë, edhe Amerika, edhe perëndimi ka das sheku i me ndërtu këtë që ka. Atë po të thoya, fundi i korrupsionit nuk vjen me një ditë, nuk vjen me një vit, nuk vjen me 5 vjet. As me 20 dënuar politik. As me 20 të dënuar në politik. Por ka diçka, këto të dënuar të nivelit lart tregojnë qartësi që këtu pandeshmëria ka marrë fund. Do thuash ti Alesja çfarë do të thuash me këtë? Në 30 vite flasim kohën e Sali Berishës, nuk ka pasur shans që një gjyqtar të marrë një politikan dhe ta çojë tek dera e institucioneve të drejtësisë. Nuk ka pasur shans që një ish ministër t'i kthejë në burg, një ish president, një ish kryetar bashkie. Dhe pa diskutim opinioni publik mendonte që gjithmonë goditen vetëm individët që ishin poshtë dhe këto ishin të paprekshëm. Kështu që pandeshmëri si ka dhënë fund. Dhe po ta krahasosh kohën e Berishës me tani, ne këtu kemi rezultate sepse këtu ka politikanë nivelit lart, cilët po paguajnë për atë vepër që ato një sekond që kanë kryer. Dhe unë këtu jam dakord sepse ti që të regosh, sepse neve votuam në 2016 nga të gjithë deputetët reformën drejtësi. Dhe që kur e votuam këtë reformën drejtësi, e votuam që të rriteshe kredibiliteti publikut. Nga kjo reformë që o prodhuan që këto politikanë, cilët deri dje ishin paprekshëm, sot janë tek dera burgut. Kjo reformë në drejtësi, hoshi mira gjyqtarë cilët nuk kalonin dot vetingun dhe kishin pasurim të jashtëligjshëm. Që do të thotë, dhe kesën në parlament. Një sekond. Si Gjingjonin, e kesën në parlament. E hoqin si të korruptu, edhe e kesën në parlament. Ne në kohën e Luli donim dhe vetingun për politikanët, po se pranuan tjerët për atë punë. Shumë kanë folë dhe pro vetingut politikanët, jo vetëm gjyqtarëve. Jo, me që e përmenda. Po pra, me që e përmenda, Gjingjoni është një mashtrues i cili si frikacak në 2020 ju shpang vetingut se nuk justifikonte dot pasuritë e veta, vilën fark dhe lidhja që ka pat me eksponent të krimit organizuar. Prandaj po them që politika duhet pastruar nga këto xhaketa. Por ne nuk mund të themi kurse si që kjo reforma në drejtësi nuk ka bërë punë. A është perfekte? Jo, nuk është. A është më mirë se çka qenë këtu? Ndalemi pak dhe analizojmë se unë them po është. Kurse unë them jo, pse? Sepse ajo që theti, jam dakord, që thatë ju, më fal. Jam dakord që 20 politikanë dhe janë një shembull se do që tjetë ka një efekt. Por në anën tjetër, ti ke mira do ke sistemin. Një minutë.
kam qenë në gjykat, jam të merru. Mira, mush dhoma e prokurorit o e gjykatësit me dosje deri në tavan. Që nuk ka kohë fizike t'i lexoj. Tash ti musim qytetar, që kam një çështje. Ç'më intereson mu dënua su dënuar Erjon Velia Ilir Meta, kur çështja ime që është lidhet me mua, nuk gjykohet për 15-20 vjet. Atëherë çfarë drejtësi është kjo që më duhet? Dhe këta janë mira dosje qytetarësh. Pra drejtësi, për shembull, nuk është drejtësi. O ke drejtësi, o s'ke drejtësi. Dhe sa drejtësia vet është këtu e kapur, kjo është një pikpyetje tjetër. Kjo nuk matet në këtë lloj prizmi, por gjithsesi unë jam pro institucioneve të drejtësisë. Gjithë jemi pro, po funksionojnë? Unë mendoj që janë duke bërë një punë me shumë volum dhe pa diskutim që ka rezultate, ka pas rezultate dhe do të ketë rezultate. Institucionet e drejtësisë nuk duhet jenë të prekur nga politika dhe duhet lejohen, veprojnë të lirë për të dhënë çdo qytetari shërbimin. Ajo BKH-ja dhe BKH-ja që falsifikon vetë. Më thuj ti nani mos ja fut kot, mos më thuj një vend botës ku lideri i opozitës ikën tek dera e SPAK-ut dhe shan gjyqtarët dhe prokurorët. Po pse? Ku? Ku do? Ku ndodh? Pse sikën ti të shash prokurorët te SPAK-u? Po ikën Sali Berisha 2 herë në javë me magafon aty. Shumë bukur. Pse nuk mori masë? Pa atë nuk ka pra, nuk janë po. Pro modeli jeni ju. Unë jam kundra këtij modeli, se vetëm në Shqipëri ndodh. Vetëm në Shqipëri ndodh modeli. Po. Me që jam unë për të pyetje. Dhe unë po të them, pse SPAK-u nuk vepron kështu si këtij njeriu, por po ti shofësh krau tjetër, nuk kanë atë sjellje si ky, që dalin dhe e bëjnë SPAK-un mizerje. Po SPAK-u ja ka leju vetës sepse diku i ka kap Sali Berisha. Ose Argita. Se nuk ka mundësi që të sillet ashtu i vetëm njeri në gjithë vendet e botës të ndodhi që ti të sulmosh institucionin e drejtësisë. Ti intimidon. Të shtohet intimidon dhe të shtohet ndëshkimi. Se ti ki unë atje nesër e të bëj ato fyerje që bën lideri i opozitës. Jo, ma i bën akuzë, jo fyerje. Akuza, fyerje të gjitha. Pse SPAK-u nuk vepron këtu? A mund të besoj këtij SPAK-u që man një double standard? Jo. Të lutem tash, këto janë të dukshme, plus pastaj s'po them balanca që çështjet që jetone, që i gjykone, që i çon kalendat greke, edhe tendenca që ka qoftë BKH-ja, qoftë SPAK-u. BKH-ja ka bërë falsifikime vet për kryetarin. Mrena, nga i shtati e çon të parin. Si mund të besosh në institucion? Jo, duhet i thuhet, jo, po si tham gjona se janë. Jo, po nuk kam informacion. Lidhe me këtë pjesë që thotë. Kam mund shkoj të qisin dokumentat e votimit. Tash ti. Tjetër problem është për sa i përket çështjes që Europa ka ngritur këtu, me të drejtë, që në Shqipëri ka më shumë të burgosur, të pa gjykuar, se të burgosur të gjykuar. Atëherë kjo është... Një minutë. Dhe, a jeni ju për këtë vrull, arrestim e që jeni dhe juristë, sepse... Jo, nuk jam. Një minutë, sepse ka një gjë, ju e dini më mirë se unë, se jeni e profesionit, nese pas nese këto të akuzuar edhe si kur ta kenë të vërtetuar atë, do të dalin në gjykatën e Strasburgut për shkelje procedurash të rënda. Unë jam në mënyrë kategorike kundër çdo vendimi i cili merret në kundërshtim me drejtat e njerëzit një persone. Që do thotë çdo person për mua duhet të ketë një proces të drejtë, rregull ligjor brenda afateve. Dhe këtu abuzojnë sepse shkelin afate duke mbajtur një individ 2-3 vjet dhe pastaj këto e nxjerrin në gjyq kur duan. Kjo është shkelje, sepse çdo individ, qoftë Meta, qoftë Velia, qoftë kushdo qoftë o zotëri, ka të drejtë edhe të ketë bërë gabim, edhe të ketë bërë korrupsion, edhe të ketë bërë zgjedhje, ka të drejtë të ketë një proces të drejtë dhe të rregullt ligjor. Jo ti vësh ti afatet sipas dëshirës tënde, sepse sipas dëshirës tënde ti mund ta nxjerrësh tjetrin mbas 3 vitesh në gjykim. E para një herë vet Këshilli i Europës ka thënë që ai ke konsumuar arrestin shpjak, detyrim paraqitje, këtë që shko deri ke arrestimi? Jo. Arrestimi është ekstrem, jo dini më mirë. Pra, unë nuk jam që mos setohen.
hetoheshin, si shbohet gjithë botën. Hetohet Trumpi, është hetu kryetari i Bashkisë New Yorkut, ka me 12 akuza vazhdojnë hetimet, ajo është akoma i Unë edhe kur doli për transparencë, dhe kur doli vendimi atëre për zonjën Balluku, që këto e shkarkuan, unë kam dalë, kam thënë jam kundra. Jam pro heqjes imunitetit, po thash, po jam kundra shkarkimit, sepse nuk mund të marri tani gjyqësori të kompetenca tek ekzekutivi. Kjo është teoria Montesquieu që ka folur që në ato vite për ndarjen e pushteteve, legislativi, gjyqësori, ekzekutivi. Tani, edhe kam dalë, kam folë që unë jam e djathtë mbi një mia, kam thënë nuk mund ta shkarkosh ti, sepse ti po ndërhyn tek ekzekutivi. Po nuk e të drejt, nuk e targeti ta shkarkosh. Po, jam dakord që mos ketë imunitet, sepse çdo politikan që është i pastër dhe për transparencë publikut, duhet ta heqë vetë imunitetin, pa e votu fare në opinionin tim personal këtu. Partia vet, me që je kaq i pastër, provoje atë pafajsin tënde larg xhaketës politike që ti ke veshur dhe jemi në rregull. Por jo të marrin vendime në kundërshtim me ligjin dhe të ndërhyj një pushtet e tjetri, se këtu kemi problem madhor me shtetin ligjor pastaj. Se këtu i bie nuk funksionon shteti ligjor. Dhe po nuk funksionoi shteti ligjor, atëherë ne humbim rrugën institucionale dhe hym në një labirint në cilin ne zotëri bëhemi të rrezikshëm, jo vetëm për ato që na drejtojnë, por për gjithë shoqërinë shqiptare. Faleminderit. A nuk je pak në kontradikcion me këtë që thatë tani? Çfarë thatë përpara? Jo, unë nuk jam kontradikt, sepse përpara unë të thash. Sa më thash sistemi i drejtësisë, po nuk hyn në këtë rrugë. Unë besoj tek puna që po bëhet, unë nuk mund vit them ty tani po i bëhet pa drejtësi disa politikanëve. Atyre ja ka bërë shumë mirë disave nga ato. Dhe unë tim pyet, a je dakord më së shpar që ta kapim nga maja poshtë? Unë them për besueshmërinë e publikut. Nuk thuhet ja ka bërë shumë mirë, sepse çdo njeri deri momenti që vërtetohet që është fajtor, ato janë dënuar, se ke disa tani mos i marrim me emra tani. Janë disa kanë kryer dënimin, kanë dalë ti di shumë mirë me emër. Sa kanë dalë me arresta, kanë vërtet vetë nuk po i referosh aktore që janë. Po thoja që në kod Saliut s'kisha asnjë. Tani i ke këto 20 emra. Kanë filluar njerëz që thonë po i bëj dhon 2 vjet burg për aq $1 milion. Bravo. Dija. Megjithatë. E shikon që je populist. Unë? Po. Po si jam populist, Ja, si jam populist, unë përdor arsyeën që unë nuk jam jurist dhe po ju pyesju dhe kjo po tani aty ku unë mendoj që është drejt, do të them vërtetën. Sentenca e fundit ishte shumë e saktë, tamam juriste, por që ti që ju më falë, që jeni dhe avokate, që të thush që shumë mire ka bërë, nuk thut. Në shkohet njeriu se duhet të jesh më cool, se këtë ka bërë Olcidado. Po jo, se ka Olcidado, ne kisha fjalën për njerëz. Olcidado për mua është turp që ti jeti herë prokurorit dëgjon nuk e kisha se po më vën etiketa që jo, as etiketa thashon. Jo, unë di të them vetëm një gjë që për shembull, unë gjuhën linçuese, edhe që është përdorur ndaj Dumanit, në ato vite ndaj Metës e kam dënuar. Po. Sepse nuk mund të përdoret ajo lloj gjuhë me një krehun e institucionit që është kryetari i SPAK-ut. Në opinionin tim, dhe këtu i referohem unë kësaj gjëje. Jam dakord plotësisht. Dhe për Sali Berishën, nuk i askush i ti kështu i akuzosh ato. Po ta vësh re, ka politikanë që kanë dosje dhe nuk janë shprehur kundra SPAK-ut. Jo, sidomos këto të PS-s, këto janë. Po dhe ato më të PS-s, se s'ka ndonjë gjë se po flasim tërësi për sistemin e drejtësisë. Jo, janë normalisht, kanë shku, kanë hyrë, edhe Belinda Balluku ka shku, ka hyrë, ka dalë. Nuk ka dalë duke thonë ky është kriminal, ky është me këtë, ky është me çapë. Unë kam thënë pjesën e zonjës Balluku ka qenë kundërshtim me ligjin se s'mund t'i ndërhysh në pushtet ekzekutiv, pushteti gjyqësor. Po, edhe unë kam thënë Rama bëri shumë mirë sepse ka një precedent shumë. Për pjesën e imunitetit pastaj, opinioni im është që çdo kush që ka akuza nga institucionet e drejtësisë, për respekt partisë vet, duhet ta heqë xhaketën e mbrojtjes dhe të dali të provojë pafajësinë e vet. Ky është opinioni im. Kurse pjesa e individëve që abuzojnë me detyrën që kanë, si rasti i këtij që ju po thoni, se unë nuk kam informacion, por që ju artikulut Olcidado, kam lexuar, por nuk jam thelluar, se të lexosh në sipërfaqe dhe ti thellohesh një dosje ka një diferencë madhe. Për aq sa mund të ketë kryer një abuzim në lidhje me detyrën e vet, pa diskutim që ai duhet marrë përgjigjen e merituar, sepse askush nuk mund të vendosë mbi fatin e dikujt tjetër mbi një interes të caktuar personal. Ajo që ka ndodhur midis Veliajt dhe Olcidados, ajo është një skandal, ai automatikisht që në fillim duhet shkarku për konflikt interesi. Le pastaj për gjuhën e tij agresive që nuk i lejohet, prokurori nuk është,
për të marrë revolën, se nuk janë prokurorët e komunizmit këto si Po nëse se vendos prokurori ngren akuzën në gjykata që vendos në po pra, dhe fundit. prokurori nuk mund të thotë, nuk mund ta fyjë tjetrin, pavarësisht se është i pandehur, pavarësisht se ka bërë krim, nuk ka drejtë do do të mbajë etikën profesionale dhe ftofsinë. Dhe ftofsinë që të jetë sa më i drejtë, pavarësisht se është prokuror për të vërtetuar akuzën, nuk është për prokuror për ta rëndu pikërisht se e pëlqej Ilirin apo jo apo Elisjen. Alesjen, fal. Po. E fundit. U diskutu shumë për kafazin. Çfarë mendoni ju? Kur në perëndim, në Amerikë paktën që kam 35 vjet, 36 vjet, nuk ka kafaz. Kriminali më i madh është midis avokatëve. Vetë Italia e ka heqë. Mua ajo është një gjë më shumë tut, një gjë më denigruese pavarësisht se kush janë, sikur ke mbyll një kafsh, një përbindësh kopshin zoologjik që shkën kalamaj dhe ja bëjnë ke xhami kështu. Çfarë rrezikshmërie ka? Jo për Ilirin, për cilin do them unë. Unë kam thënë para një javë, ai kafaz duhet thyet sot, jo nesër. Unë mendoj që çdo i burgosur, jo vetëm ai, duhet të ketë një trajtim njerëzor. Përsa ku ai është burgosur për të kryer veprën penale që ka bërë. Ka të drejtën e vetë tjetë i trajtuar një lloj si gjithë tjerët. Unë absolutisht jam kundra kafazit, jam kundra shpërfytyrimit njerëzor, një qenie njerëzore mbi të gjitha, para se tjetë politikan është qenie njerëzore dhe si e tillë, sado gabimet këtë bërë, do marri dëshkimin e caktuar nga institucionet e drejtësisë, por duhet marri të njëjtin trajtim që kanë dhe të burgosurit e tjerë. Absolutisht jam kundra kafazit, kundra shpërfytyrimit, kundra denigrimit mendor, sepse kafazit jep tjetër efekt, edhe nga ana emocionale, edhe nga ana shpirtërore. Kështu që në këtë kontekst drejtësia duhet bëj punën e vet dhe të lejë hakmarrjet personale, por të bëj detyrën. Dhe detyra është t'i përmbahet ligjit, institucionit, jo ta abuzoj me të. Aleza, shumë faleminderit. Faleminderit dhe të. Si gjithmonë kënaqësi.